Në një mënyrë krejt të veçantë duke prezantuar traditat e 12 qarqeve në shenjën e Bashkimit Evropian, Partia Socialiste hapi zyrtarisht fushatën me mira socialistë të mbledhur në sheshin Skënderbej. Për te i votës partijake, kryeministri Edi Rama kërkoi votën e të gjithë shqiptarëve nga veriu në jug me synimin e qartë një mandat të katërt për të fituar bastin historik me Europën. Rama u shpreh se vetëm socialistët kanë shansin për të hedhur hapin përfundimtar drejt Bashkimit Evropian dhe ndarjes pa kthim nga Azia. Tamam tani mu në një kryqëzim mes një palë zgjedhjesh politike për partinë që do të qeverisë 4 vjet dhe një mundësie historike për Shqipërinë që në vetëm 4 vjet mund të bëhet zonjë antare e familjes së Bashkuar Evropiane. Kryesocialisti Edi Rama ka ironizuar opozitën, ndërsa theksoi se rrugës së hapur të fatit duhet i shkohet pa tundim për budallëqet e radhës. Rama theksoi se është koha për të nisur jo fushatën elektorale të radhës, por kuvendimin për Shqipërinë zonjë në sallonin e madh të familjes së Bashkuar Evropiane. Në asnjë mënyrë ta humbasim takimin me historinë për mustaqet e Kujtim Gjuzit. Sepse sado komike duket, kjo është e vërtetë. Të takosh historinë apo të futesh nën mustaqet e Kujtim Gjuzit. Sot është dita dhe ky muaj i ndar mes prillit dhe majit është koha që ne të nisim jo fushatën elektorale të radhës, po kuvendimin e madh të maleve e të fushave, të qyteteve të fshatrave, të shqiptarëve, përtej të majtës dhe djathtës, matan barikadave partijake dhe dasive të vjetra, për Shqipërinë zonjë në sallonin e madh të familjes Bashkuar Evropiane. Sa më të bashkuar dhe sa më të vetëdijshëm për fatin që na ka ardhur në dorë, por jo për gjithmonë, sepse takimet me historinë nuk presin dhe as shtyhen dot sipas shefit tonë se kemi ca punë të tjera, ne duhet i shkojmë rrugës hapur të fatit pa paragjykime për njëri tjetrin. Edi Rama në fjalën e tij bëri thirrje për bashkim pa bindje politike, por me ideal për të ecur përpara në rrugëtimin evropian të Shqipërisë. Le t'i lëmë për herë tjetër pas kësaj here të paktën llogoret partijake. Le t'i harrojmë këtë herë fanellat e tifozllëkut partijak. Le të ngrihemi këtë herë të gjithë bashku në lartësinë e takimit me historinë që na ka ardhur në derë, dhe le të mos lejojmë kurse në asnjë mënyrë që porta e hapur e shtëpisë madhe të Europës Bashkuar të mbyllet për shkak të shpërqendrimit ton nga shënjestra e përcaktuar e fatit Shqipërisë, qysh kur ai burr atje lart mbi kal la për brezat profecinë e tij. Për shefin e Selis Roz, kjo fushat nuk ka ngjyra partijake, por në fjalimin që zgjati 50 minuta, ripërsëriti edhe njëherë mesazhin se forca politike që ai drejton është e vetmja që mund ta ulë zonjën Shqipëri në sallën e Bashkimit Evropian.